thonë sigurisht dhe raportet e institucioneve të tjera të huaja që veprojnë në Shqipëri, siç janë raportet e Europolit apo të trafikimit të qenieve në vitin 2025, se krimi për të cilin ne po flasim nuk është punë seksuale, por është trafikim si fillim i qenieve njerëzore, të cilat joshen për të ardhur në vendin ton me punë në zyra të ndryshme, me punë si babysitter, me punë në për klabe etj. Dhe pastaj përfundojnë në këto shtëpia të marra me qera me këta kontrollues të cilët menaxhojnë aktivitetin e tyre, qoftë edhe aktivitetin e tyre seksual. Kështu që mendoj që si fillim kjo është çësia që duhet kemi për sa i përket punës seksuale dhe hulumtimeve që bëjmë për punën seksuale. Kemi bërë hulumtime të tilla edhe në vendin ton, edhe nga Keks Kosova, ndërkohë është bashkuar dhe Kroni, mirëmëngjes, mirë se erdhe në studio, ta trajtojmë. Ta trajtojmë pak edhe nga aspekti realitetit në Kosovë, ne po e shohim se si trajtohen në Shqipëri, e tha dhe Zhaku shumë mirë, po gjithashtu dhe Eltoni, që shumica e grave vinë tazëm nga Kolumbia në Shqipëri, duke i premtuar një vend pune, mirë po ato përballen me një realitet tjetër. Unë në fakt nuk e di se si vinë ato në Kosovë, por e di se në Kosovë është e lehtë po atë sa me porosit një picë, me porosit edhe një eskort, fatkeqësisht. Fakti që këto edhe kanë një web page ku ti mund është me hyje dhe më bu pjesë e krejt asaj loje të gërditshme, po e quaj në kuptimin e përmbajtjes që ka jashtë aspektit moral, etik, njerëzor, po flasë edhe për aspektin shëndetësor, që dihet se edhe numri i rasteve edhe me HIV/AIDS është rrit në vendin tonë si pasojë e pikërisht eskortave tilla. Unë nuk më me kuptu se si ka mundësi që me qenë një faqe hapën, ku ti më është me porosit një grua këtu në Kosovë. Njësoj ndodhë në Shqipëri, si që ta... Njësoj ndodhë dhe në Shqipëri, nuk e di se si ka mundësi me ndodhë kjo, në besoj që pjesë e kësaj loje janë pastaj edhe organet e rendit, sepse nuk besoj që aty veç populli, veç qytetarët e thjeshtë të Kosovës i bojnë porosit, aty besoj që do të ketë doktor, polic, avokat, prokuror, gjykatës, krejt jemi pjesë e kësaj loje, për cilën fatkeqësisht po flitet, e njëjtën kohë po dëmtohet edhe shëndeti publik. Unë realisht nuk e di se si vinë këto gra në Kosovë. Nuk e kom bo një hulumtim tillë se si vinë këto gra në Kosovë. Po e di me fatin të cilin ato përballën Kosovë, nëse ju kujtohet para një vit e gjysmë në autostradën Prishtinë-Ferizaj është gjendur një vajzë ukrainase, e cila po e krynte të njëjtën punë këtu në Kosovë, edhe asnjë hap nuk është marrë për zbardhjen e asaj vrasje. Është gjetur e vdekur në autostradë, në qoshët rrugës, sipas autopsisë vajza është hedhur nga makina, por asnjëherë nuk ka arrit me u kuptu se kush janë personat që kanë bërë këtë çështje. Pra, këta personat, sikur edhe kanë një farë lloj mbrojtje nga shteti, them kushtimisht, duke marrë parasysh se asnjë nga ta ne nuk e dimë, të paktën nuk kam informacion që është përballë me konsekuenca ligjore. Ani pse ky aktivitet i palegjshëm zhvillohet në baza ditore në vendin tonë. Është bërë dhe një hulumtim krejt në fillim kur pa të fillu dhe veprimtarin emisioni Keks, çfarë keni gjetë nga ai hulumtim? Po e quaj hulumtim edhe pse Eltoni tha mos e quaj hulumtim sepse s'ka asgjë për të hulumtuar. Se është aq që e tha dhe Kroni është shumë e hapur, është një sekret publik. Po, ashtu siç e përmendi edhe Kroni, në vitin 2021 nuk kanë qenë këto eskortat prezente në Kosovë, ka qenë e përhapur kjo dukuria e kafeneve të cilat kanë funksionu prostitucion edhe masazhbare. Ne këto dy pjesë kemi hulumtuar në 2021, pastaj në 2023 kemi vazhduar edhe me eskortat, meqense u përhapën në një faqe zyrtare ose publike ndërkombëtare të eskortave. Në 2021 krejt rastësisht, edhe pse ka qenë sekret publik, në qytetin e Ferizajt ka qenë duke i pyetur disa prej taksistëve se ku gjenden këto kafene bare, sepse ka qenë e ditur prej gjithë qytetarëve mbase. Kemi hyrë aty dhe tek pjesa e dëshueshmërisë që e përmendi edhe Kroni, kemi realizuar hulumtimin se si këto kafene po shfrytëzohen për prostitucion dhe ndarje çmime, sepse aty punojnë disa gra të cilat punojnë në këtë punë, edhe shesin trupin e tyre për disa çmime ndryshme të cilat edhe vetë në hulumtimin tonë e kanë pranuar dhe kanë dalë se hapur e pranojnë se pranojnë këtë çështjen e punës tyre që zhvillojnë. Janë shqiptare, keni